Opozita e bashkuar ka thirrur qytetarët nesër në protestë për rrëzimin e qeverisë dhe me kërkesë kryesore, dorëheqjen, largimin e ministrit brendshëm Fatmir Xhafaj. Por si është menduar protesta nga demokratët, unë do të ndaj një bisedë në studio me deputeten e Partisë Demokratike, zonjën Grida Duma. Zonja Duma, kënaqësi që jeni në studio me mua. Përshëndetje, kënaqësi është dhe për mua. Nesër do të protestoni. Cilat do të jenë mesazhet kryesore që opozita do të përcjellë në këtë protestë? A do të jetë ajo një fajsore? E keni treguar që kanë qenë të tilla në rastet e mëparshme. Më lejoni që t'i drejtohem qytetarëve, jo thjeshtësisht se cili është mesazhi politik i një proteste. Sigurisht situata në Shqipëri tashmë nuk është një situatë e cila duhet përcaktuar vetëm si politike. Ndërsa vija tek ju, mendoja për arsyet që çdo shqiptar që nuk aderon në një parti politike duhet protestojë. Mendoj që në këto momente Shqipëria është në një krizë të thellë shpirtërore, morale, shoqërore dhe jo vetëm politike. Politika është e fundit në këtë moment. Dhe ju siguroj që është vetëm maja e icebergut, çështja e një ministrit brendshëm, çështja e të qenurit në qeveri apo jo e Ramës. Po mendoja për dhjetra qindra të rinj, që unë i kam student, prej dekadash tashmë, që i vetmi mendim që kanë është ta lënë këtë vend dhe si do t'i drejtohesha këtyre individëve, këtyre njerëzve cilët janë të vetmit që mund ta bëjnë këtë vend, ti thoja vetëm kaq, ndërsa mendojnë pafund se ku duhet ndërtojnë jetën e vet, kemi që të gjithë nga një mision të vogël apo të madh, që të bëjmë diçka për këtë vendin që është i joni gjithsesi. Edhe ata që mendojnë që këtu nuk bëhet më, duhet protestojnë dhe nuk është kjo për të thirrur dhe për të votuar Partinë Demokratike. Protesta, pavarësisht se kë voton, është për veten tonë. Megjithatë, kërkesa kryesore është dorëheqja e zotit Xhafaj. Ky është shikoni, kërkesa kryesore, sa kërkesa ka pasur politika deri sot. Çështja është misioni, qëllimi, arsyeja, fakti dhe ajo që brenda nesh mendojmë pse duhet protestuar në këtë vend. Për çdo njeri i cili shkon në një banak të OSHS, i cili e di shumë mirë që pavarësisht se dëgjon nëpër ekranet që nuk është rritur kjo, nuk është rritur ajo, nuk janë rritur taksat, nuk janë rritur shërbimet, ka shërbim shëndetësor, po ka arsim më të mirë, dhe që e di që po paguan më shumë, dhe që e di që i mbeten shumë më pak, dhe që e di që nuk meriton të jetoj kaq keq, duhet të protestoj. Si fillim nisim nga kjo, ky është bazamenti. Pastaj politika bën pjesë në vet, duke treguar që koka e problemit nis pa diskutim nga qeverisja. Dhe koka e problemit është që nëse sot çdo njeri i cili punon ndershëm, duke nisur nga ju që keni bërë karrierën hap pas hapi për të arritur deri këtu, por që e dini shumë mirë që vetëm një pakic arrin sot të vlerësohet me merit dhe shumica është sot në depresion absolut, se nuk di se cila është e nesërmja e vet, sot njerëzit duhet kuptojnë që pavarësisht ju thash edhe një herë do ta theksoj fort se kë votojnë, gjëja e parë që fillon dita është vetja jon, dhe vetja jon nis me një shpresë sa do të vogël që duke hedhur një prezencë në protest, një gur diku tjetër, diçka tjetër, nëse mundemi duhet dalim protest për të thënë që ky vend edhe mund bëhet më mirë. Dhe besoj që së paku bijem dakord për një gjë, të majtë të djathtë të qendrës ateist në besimet politike ose jo, e vërteta e kësaj gjëje është, kemi nevojë për njerëzit për të ndryshuar vendin. Kemi nevojë për njerëzit për të ndryshuar vendin. Besojnë apo jo te Partia Demokratike, fatkeqësia e madhe në këtë vend, ju a them me bindje, është që dhe shoqëria civile është mpir për shkak të risorseve dhe financimet dobta që kemi dhe për shkak të faktit që Shqipëria nuk është më në hartën e vendeve ku investitorët e huaj mund të mbështesin edhe një pjesë shoqërisë civile. Megjithatë, kauza më e fortë politike e Partisë Demokratike përgjatë këtyre javëve ka qenë dorëheqja e zotit Xhafaj, menjëherë pas publikimit të audios dhe videopërgjimit. Zoti Rama është shprehur i sigurt se nuk do ta largojë zotin Xhafaj, ai vijon të jetë në detyrë dhe thotë që do të bëj punën time. A kemi menduar se çfarë do të ndodhë përtej ditës së nesërme? Ka një skenar Partia Demokratike nëse nuk do të ketë një reagim nga qeveria edhe pas të shtunës protestës? Relativizimi i ditës nesërme duke menduar për të pas nesërme nuk është çështja jon. Do të thotë që së pari është dita e nesërme. Duhet treguar që njerëzit nuk bien dakord. Pavarësisht se çfarë besojnë dhe çfarë besimesh politike kanë, dhe do ta them shumë herë këtë. Së dyti, aksioni politik është detyra e opozitës të bëjë gjithçka që mundet. Dhe do vazhdojë të bëjë gjithçka që mundet. Ashtu siç është duke bërë gjithçka që mundet jo në agresion, që do të thotë, po na akuzojnë që jemi para hapjes negociatave, po na akuzojnë që Shqipëria ka nevojë për paqe, qetësi dhe prosperitet. Dhe më e shumta fare, qeverisja del dhe sa herë që i kërkohet llogari, thotë jeni ju përgjegjës. Nuk kemi dëgjuar në 5 vite shqiptarët nuk kanë dëgjuar një herë të vetme llogaridhënie.
nëse kanë dëgjuar ndonjë gjë deri sot, është momentet në cilat janë testuar, u nis me armët kimike. Qytetarët le ta kujtojnë, ne kemi memorie të shkurtër historike për shkak të vuajtjeve të mëdha si kom, por u nis me armët kimike, u tërhoq duke kërkuar ndjes, e mbaroi siparen e situatave me rrugën e kombit dhe u tërhoq duke kërkuar ndjes. Nuk ka ndjes, nuk të kërkon njëri ndjes në perëndim nëse nuk dëm shpërblen dëmin. Atëherë, dëm shpërblimi i dëmit është detyrë qytetare të kërkojë kësaj qeverie llogaridhënie. Duke ndalur këtu, llogaridhënia është dorëheqja e Fatmir Xhafës. Edhe një herë, unë do ta theksoj, kryeministri nuk u treguai sigurt, është më i pasigurt se kurrë. Sepse të dini shumë mirë që kushdo që është në krye të sistemit, një kryeministër i cili gjithsesi është kundrejt një karriere politike aty, se është njeriu që ka pasur pushtet më gjatë në Shqipëri, Edi Rama. Dhe ai e di shumë mirë që gjëja që do të voliste ti më shumë do të ishte dorëheqja e ministrit brendshëm. Por ai nuk e bën dot. Dhe fakti që nuk e bën dot na konfirmon që duhet një tjetër reagim i fortë popullor për ta shkundur mpirjen dhe marrjen peng të qeverisjes vendit nëpërmjet krimit dhe parave që të papastra që shkojnë sot në pushtet. Zonja Duma, nuk kemi shumë kohë, ndoshta shkurt nëse jeni apo jo në djeni. Opozita flet për fakte të reja, për këtë çështje, por edhe 2 video të tjera për 2 ministra të tjerë të qeverisë Rama. Keni djeni, janë përgjime të tjera, janë video, çfarë pritet të ndodhi? Apo do të prisni reagim për çështjen Xhafaj fillimisht? Atëherë, unë nuk kam djeni cilat janë eksaktësisht, unë kam qartësinë që ka kohë që diskutohet. Nuk e di nëse janë të lidhura me çështjen e bastisjes së prokurorisë. Në fakt edhe e fundit ju po shikoni që pas ka disa dosje aty që lidhen me pushtetarë të lartë dhe të rëndësishëm dhe të rrezikshëm në marrjen peng të vendit. Megjithatë, pa diskutim që faktet dhe momente kur do të shfaqen ato për publikun janë vendime që merren në forumet e Partisë Demokratike dhe i qasen një strategji, por ne sa herë që ngrem pyetje retorike do të thotë që jemi duke u afruar drejt një tjetër faktimi të vërtetave të këqija të këtij vendi, për fatkeqësi, dhe situata është që në asnjë mënyrë nuk do bien pre në atë që duke përmbledhur të gjitha të këqijat në të njëjtin moment të shpresojmë që do të mbyllin me të njëjtin kapak pusete siç e mbyllin që të gjitha. Bëjmë mirë që i denoncojmë ngadalë në kuptimin e saj që njerëzit nëse janë mësuar me të keqen më të vogël në këtë vend, gjëja më e mirë që duhet bëjnë është të kuptojnë qartazi që kemi të bëjmë me një realitet ku çdo qelis po preket nga parat e pista, të cilat kur hyn tashmë në ekonomi nuk është më vetëm çështje pushteti, është çështje shkatrimi. Zonja Duma, faleminderit që ishit me mua në studio një ditë përpara protestës.